Përshëndetje të nderuar shikues, jemi përsëri në emisionin Ftesë në Librari dhe sot në librari të ftuar kemi poetin Dursak Artan Ballgjini. Poet që këngëtarinë e tij e ka të shtrirë në kohë dhe ka 4 libra të botuar, por kjo nuk do të thotë që ka që është dhe këngëtaria e tanë. Mirë se vjen dhe kënaqësi që të kam në librari. Shëndet, profesor Tolle. Falënderimet janë për ju që gjetët kohën për të ardhur. Pra, unë nuk të thras dot zoti Artan, pavarësisht se për të ketë fillim të emisionit dhe thash. Pra, tani krijimtaria jote ka filluar me librin e parë që titullohet Libri i parë titullohet Të dua për rituale, botuar në vitin 2000. Të dua për rituale, botuar në vitin 2000. Por ashtu siç edhe theksova në fillim, nuk është e thënë që krijimtaria juaj, krijimtaria jote ka filluar me po themi me botimin e librit të parë. Besoj ke shkruar edhe më parë. Ka pasur botime të ndryshme për gazeta të ndryshme, fillimet e parë të viteve, në 1996, pastaj në 98 kanë botuar ke gazeta Drita. Vazhdon të ekzistonte akoma gazeta Drita, edhe në ato kohë. Ka qenë diçka e bukur veçantë, do të ke gazeta për krajme apo më të njohur të letërsisë. Në ato Ka qenë privilegj. Në ato kohë akoma kishte pesha të rënda, në letërsi, në shtyp. Pastaj nuk e di, sikur u zbet pak ajo nuk jam unë që duhet gjykoj, pra filloi një barazim vlerësh që diku ishte edhe pak mediokër, po thash nuk jam unë që duhet të gjykojmë. Sot jemi këtu për të folur për krijimtarinë tënde, ndoshta nëse do kem nderin të kem këtu ndonjë kritik letrar, ai do jetë ai që do bëj dhe një analizë të shtypit kohës dhe të botimeve që janë tani. Pra, libri jot i parë ishte në vitin 2000. Sa poezi pak a shumë kishte? Si kanë të fillimet e para, nuk përfshirë që 67 poezi. Edhe nuk është Ishte eksperjenca e parë. Nuk është për gjithë, nuk është më e mira. Nuk është më e mira ndoshta në përvojë, por është më e mira sepse po flas tani edhe me përvojën time. Është më e mira sepse ti ke botuar diçka. Edhe unë tek librat që kam botuar vetë, pra pavarësisht se nuk ishte më i arrirë, libri më i arrirë, por kënaqësia që ndjente libri i parë nuk e ndjen tek i dyti te i treti. Është vërtet, është emocioni që ka dhënë libri i parë. Nuk e kam ndjekur të tjera, sepse i parë është diçka më e veçantë që të shajtesh. Ti ke shpërë në çdo gjë e parë është, mbahet më shumë sepse është ajo eksperjenca e re, ndjesitë. Pastaj libri i dytë kur ka ardhur? Ka ardhur si periudhë 8 vjeçare. Ka i bie në 2008, Një javë dashuri. Një javë dashuri. Gjeta i titull, këtë është shkëputa nga i libri, gjithmonë i shkëpus titullet e librave nga një poezi që më duket më veçantë. Po patjetër që ti ka dhe subjekt më shumë, ka motiv më shumë, ka dhe fabël më shumë, që ti japi kuptim librit. Ndoshta mund të isha edhe titull tjetër, por mendova atë edhe. Jo më mirë, siko, ajo është e drejta e autorit, kjo është e drejta e autorit, në fundit është libri vet, është krijimi vet, po e quaj, është, po themi, në thonjza, është fëmia i vet dhe ja vë emrin si doj. E drejtë. Është ja vë emrin si doj. Nuk mund t'i ndërhysh askujt edhe nuk duhet lejojmë askënd që të vijë dhe si më thon, na suportohet duke thënë që ti do vësh këtë titull se ky titull nuk i shkon. Jo është. Ne mund t'japim këshilla, por askujt nuk mund t'japim urdhra për të vënë titull. Dhe mbas atij libri pastaj ka ardhur janë këto dy librat që kam në dorë.
Kush ka qenë libri të? Në triko. I dilë në triko. Në 2018. Libri i mirë. Shiko, tani unë krimtarin tënde kam ndjekur edhe në vite dhe mua, të jemi sinqert, jam pa hap kështu rastisht para mua të jemi sinqert më pëlqen krimtaria jote, por më shumë në krimtarin tënde më pëlqen pjesa e poezive të shkurtra. Poezit që zakonisht kanë 4 vargje. Ktu nuk është, por unë do më lejosh të recitoj një poezi që kam të mbetur me kujtesë edhe kam recituar diku. Që i kushtohet poetëve të qytetit tonë, po edhe të qytetit Durrësit, ku unë dhe ti kemi lindur dhe jetoj. Dhe jemi pjesë e kësaj bashkësie vlerash qytetare, poetike, e tjere. Pra ndajmë gjitha gjërat, i ndajmë bashkë në këtë qytet. Poezia titullohet Poetët, jo epilog. Poezia është për poetët, po titullohet epilog. Dhe pak a shumë është shpresoj mos bëjnë një gabim, është herë lën pas pak heshtje, herë lën pas edhe disa hapa, po shpesh në sytë e qytetit si epilogje, nuk shoh më poet, po shoh barrikada. Është në shumë domethënëse, është me gjëma shumë domethënëse, është e jashtëzakonshme. Ajo që do të përcjellësh, dhe në fakt ne kështu jemi, nuk e di pse, ndoshta ai shpirti rebel që çdo poet ose çdo krijues ka brenda vetes, po ne nuk bëhemi bashkë edhe Durrësi me dy po themi me dy grupime si grupimet politike, me dy grupime artistike, lidhja e shkrimtarëve, jo po një pjesë u rebeluan se për arsye nga më të ndryshme, nuk duhet të hyrë dy kohë arsye, dhe u bëdhe një grupim tjetër. Ne nuk është jemi ai shumë, dhe po themi që jemi një qytet i madh dhe jemi New York me 20 milion banorë dhe mund bësh jo 2, po 12 qendra artistike. Ne kaq kemi mbetur dhe kaq jemi dhe këto që jemi ndahemi kështu në llogore. Ose siç e thua ti në poezi, në barrikada. Është rëndësishme që kjo sepse është shpëtur në dy grupime, në një poezi tjetër kam cilësuar u bë poezia si politika. Po, sepse ta shohësh ndryshe tjetrin, nuk është e bukur. Të ka jemi poet të qytetit, edhe të mos më qenë të një qytetit, do t'jetë të shohësh do të arrish të shohësh gjërat në mënyrë paralele. Po do të pranosh pavarësisht se dikush shkruan bukur, dikush pavarësisht se diku ka votimet e tjera më të numër më të mëdha votime. Kjo nuk e të shohësh në mënyrë inferiore, por në mënyrë të krejt ndryshme, apo ta shohësh sikur është pa tukshëm. Ose nga lart poshtë. Nga lart poshtë, të shohësh nga lart poshtë. Nuk të bën më poet ose më shkrimtar, nuk të bën sasia e librave, nuk të mund të jesh shumë shkrimtar i mirë, mund ta kesh shkrimtarin më të mirë se sa unë, shënë si ka. Unë shkruaj me ide, me vizione dhe këndvështrimin tim për jetën, për qytetin, për botën, dhe duhet të pranosh kështu si unë jam. Kështu si unë jam, në fundit, poet ose artist mund bësh edhe një varg të vetëm. Është drejt kjo. Më kujtohet një shprehje e bukur, Hermann Hesse, do të thënë, sepse koha gjykuesja më e madhe e vekave dhe tonë. Do të jetë tek funi siç thotë Martin Canaj, se poezia shkruhet për njerëz cilësor. Patjetër. Poezia nuk është për masë. Që poezia nuk është për masë, për lexues cilësor. Si më thonë, diku nuk është përja ime, thot dikush, poetët janë profetët, e Zotit, janë dërguarit e Zotit. Dhe shkruhet, dhe poezia shkruhet për një stres të caktuar, pa ofenduar pjesën tjetër, por jo të gjithë e kuptojnë
Dhe jo të gjithë të duan, është si puna e muzikës klasike, nuk e pëlqejnë gjithë. Pra, dikush pëlqen muzikë klasike, po themi me që bërë një paralelizëm, është poezia, dikush pëlqen jazz, dikush pëlqen, po të di unë, një melodi tjetër, se s'duhet përmend ato emra që ndoshta nuk janë dhe përshtatshëm, secili pëlqen muzikën që do. Në fund të fundit, ajo që ne theksuam, nuk është që të bën më poet as më shkrimtar numri i librave. Unë mbaj mend, në mos gaboj, në 2023 ose 2022, çmimin Pulitzer, që është çmimi më i madh i gazetarisë, e fitoi një mësues matematike, që ishte artikull i parë që ai shkruante dhe mori çmimin Pulitzer. Ishte gazetar me 50 vjet përvojë, që ishin në konkurs, që nuk ishin marrë asnjëherë çmim dhe nuk e morën. Pra, nuk bën numri i shkrimeve dhe ato që bën, dhe tashmë edhe me një rresht mund të bëhesh. Mund të bëhesh poet. Unë po shoh diçka këtu, pra, po i marr shumë rastisht këto, por sinqerisht ti ke shumë poezi, por mu pëlqejnë të shkurtër dhe tua, ja gjeta një të shkurtër, funeral. Kortezhi i dhimbjeve ecte në heshtje, arkivolin e dashurisë përcillte për në Varese. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Shiko, poezit janë në përjetim. Nuk di, ka muna në i përjetim veçan nga ky libër, nga i dilë në triko, të kohë se unë edhe gjemë një poezit të shkurtër të ndën pra. Nuk e di, ka lënë në impresë të veçan që për impresë është. Ne po zgjidhim vetëm emocionet, për jeton. Shpesh që munduam të përqendrohem vetëm në kulisë edhe tek aspektet e ndryshme të qytetit. Tani poezia të qytetit tim, Po. ku Është këtu të ky libër? Te qytetit tim. Ja, do ta gjej, po mund të... Jam munduar ta shfaq të paktën si shofun. Po. Sa pak po shkoj diçka në mënyrë se si është shofu në mënyrë pas interpretimit, është kretë ndryshe. Pra ne do dashuronim njëjtat gra, do vishnim njëjtat rroba, do hanim njëjtat gjell, do ecim njëjtat rrugë, do pëlqenim një lloj muzike, pra një lloj ngjyre. Kjo është veçanta e poezit, ti jep të drejtë shofësh gjërat krejt ndryshe nga çu. Ta imponojnë të tjerë të shofësh. Po, patjetër. Patjetër. Ja gjeta në fund. Dhe poezin që ti thua. Qyteti tim. Mirëmëngjes, qyteti im. Qyteti im mediokër, ku tërë ditën për typ lule dielli. Dhe ajri mban aromë thashë themësh. Mirëmëngjes, qyteti im mjop, ku hija jote dehet nga megalomania, ku deti me dallgët e tij s'po mundet të t'i pastroj ëndrat nga hipokrizia. Mirëmëngjes, qyteti im, dua të ta qerr maskën që fshehur mban në sjekull. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Bravo, poezi shumë e bukur për fundit. Ky qytet kështu është, Artan. Ky qytet kështu funksionon. Një qytet që edhe sot e kësaj ditë jemi flasim, ka mbetur pa kinema, i meriton të vënë. S'po themi për gjërat e tjera, po paktën po përmend kineman, ky qytet i meriton të vënë. Ndoshta edhe pak më rënd se kaq, po poetët nuk flasin do të rënd. Jam munduar të shfaqet ndoshta të shkosh për qytetin tënd, ku do të thotë të shfaqesh vetëm gjërat më të bukura që ka. Patjetër, jeta është në gjitha shfaqesh, sepse qyteti po dojnë njerëz. Dhe shpesh do të shkënjimin të ato, ose mërzitjen të ato, ose dhimbjen të ato, do të diçka derash në përvarje. Dikur ke ky libri tjetër kam shfaqur edhe qytetit tim, qytetit artistëve. Po, ke libri ka, do të kujtohet se është gjuna kjo me gjithë ky qytet, nuk në rrugët e tij nuk ka një emër artistësh të denjë, për shumë e vërtet. Normalisht ose shfaqim dashurinë për artistët, që i kam dhënë
vlerat e madhe të qytetit, vetëm as ata si jetojnë. Në kjo është. Po, Kjo është në momentin që nuk janë më... Siç thotë edhe një shprehje e bukur e një poetit, mos gojëzia xhela, por dashuri pritet të bukur vetëm as vdekjes. Po, edhe unë të doja të thoja, pra vetëm dhe nuk do të përmend emra, por ka shumë. Jo vetëm artistë dushit. Ky qytet kanë nxjerrë artistë pafund dhe kolos, po themi, të artit, por pak emra rrugësh djem me artist. Dhe ndërjo citoj Mark Aurelin, një nga perëndorët romak më të shquar, që thotë lavdia për mbirin ton është e vonuar. Pra, kur nëna mbetet të mbiri, atëherë respektohen se sa janë gjallë, torturohen, përpiqen, luftojnë, stërmundohen tek jeta që bëjnë dhe askush nuk kujtohet. Momentin që ata ndrojnë jetë, atëherë një vëmendje madhe, një respekt që ndonjëherë ajo maska që thua ti tek poezia jote, një respekt për artistët që thua ku pas ka qenë kjo dashuri e madhe që derdhet mbas e nuk është më. Nuk e di. Pra ky është idilë në tre kohë. Pastaj vjen libri jot i 4 që unë kam këtu në korridoret e zemrës. Kjo është botuar në gushtin e 2024, është përmbledhur edhe kë 2018-2016. Jam mënuar të përzej disa poezi. Është edhe shumë pasi të shoh disa poezi që si ke përfshitur kjo jo çështje kohe për apo harrese. Se di, nga herë të lodh titulli, nga herë të lodh pasi të gjesh diçka më të veçantë. Në herë të lodh edhe një hap. Edhe një hap më të në poezi të lodh, njëra është një fjalë të lodh. Të lodh, gjeta një këtu tani mund të lexoj poetëve. Me që paktën këtu jemi edhe në dy pafuzë dhe vete, nuk e di sa mund të quhet me për libra që unë më shkruar, po të jemi për ty dhe për krimtarin tënde. Poetëve, poetët, tani s'dim as të gënjejnë, se gënjejnë më bukur, televizionet, gazetat, sigurisht, edhe ndonjë deputet. Tani stinve emrat kemi për të harruar, dhe jeta do ketë veç monotoni, për dashurinë s'do ketë kush të shkruaj, për të s'do të ketë as puthje, as madh. Ah, poetët. E bukur sepse është e vërtet. Po bjerrin, po bien vlerë, po bien vlerët. Po thash, ndoshta ne akasim nga këndvështrimi jonë, po bien vlerat e poezisë, e shkrimeve, sepse janë bërë më poet politikanët, gënjeshtët e thonë bukur. Paktën poetët gënjejnë për dashurinë, po gënjejnë, shtojnë nëse heqin diçka, por kurse këto të fundit të merren politik, këto të fikin derën, këto kështu gënjejnë 360 gradë, të mbajnë në ajër me gënjeshtra, po atë kështu funksionon bota. Kështu janë politikanët, jo vetëm tu tek ne, por edhe në botë, po tu tek ne ndoshta është si Ballkanës, gënjejnë dhe çik më shumë. Pra ky është libri jot, po themi i fundit dhe është më i arrirë, sepse kuptohet krimtaria jote tani bëhet fjalë për 30 vjet, 96-2025 jemi një 30 vjeçar. Pak e vështirë këtë thëmë arrirë, sepse ndoshta nga titulli them është që më pëlqen, po ka poezi që këtë libri parë një fjallë që më... Patjetër, shiko, po të gjitha kanë poezi të bukura, por unë them... Mendoj që kam arritur diçka, paktën pandemia më ka ndihmuar të shkruaj të shoh gjëra më ndryshe, të shkruaj nga melankolia dhe të shfaq një realitet. Është ajo e vërteta, si më thonë, e fundit është në kompleks më i bukur, sepse thash është
është një mbledhje e krijimtarisë, është përvojë, e fituar eksperiencë, gjitha bashkë. Më ka qenuar shpesh kur bisedoj me poeta apo me lexues të ndryshëm, që më pyesin për poezinë, thonë gjem poezia ime më e bukur më dashur vetë, ato kur dikush lexuesi thotë gjem vetë këtë poezinë të poetit. Patjetër. Ajo është nëse ai që e lexon tek shkrimi, tek poezia, do të gjen veten, krijuesi e ka arritur atë që ka pasur për dëshirë për të përcjell. E ka përcjell. Gjetën një poezi tjetër për botën. I mungon një buzëqeshje të duket më e bukur. I mungojnë dhimbjet të duket më njerëzore. Kësaj bote i mungon diçka që se pat kur. I mungojnë lotët të duket më femrore. E bukur, poetët janë gjithmonë të veçantë. Janë gjithmonë të veçantë për atë që përcjellin dhe prandaj tash është kënaqësi që unë të kam sot këtu, po të kënaqësi të flasësh me gjithë poetët, ata dërguarit e Zotit që përmendon pak më përpara, pra në mënyrën si e shohin botën. Ndoshta, shiko, thash prapë po fuz në veten, ndoshta ne jemi një botë ëndrash, ne jemi ata, kësaj bote që thuaj mungon femërorja, ne, unë, ti dhe po themi ata si ne, mundohemi të japim ngjyra. Sa ngjyra ja arrim, pastaj është tjetër punë. Sa e përcjellim ngjyrat që kemi brenda shpirtit, se jo gjithmonë jemi me ngjyrat ndezur, me ngjyrat bukura, kemi edhe gri, kemi edhe xhez. Kjo është jeta, në fundit, ku të përcjellësh gjitha ngjyrat. Po, sepse fola vetëm unë, por nuk e di, pra, s'mund ta thush për këtë. Kush nga poezit pëlqen më shumë, po themi, tek në korridorët e zemrave. Ndoshta është poezia me të njëjtën titull, korridorët e zemrave. Po ja po shikojmë këtu dhe shohim sa do të arrijmë ta gjejmë, nëse e gjejmë shpejt. Dhe po pash këtu ke poezi për Migjenin, për Nën Terezën, i pëlqen këto figura. Ti për babain, për nënën. Po, sepse ata ka gjetë Migjenin të kemi nga shumë të më të preferuar. Migjeni është... Nën Tereza i gjithashtu. Migjeni shumë i madh. Është një thëmë për një dashuri universale. Ndoshta më kombi klubi më atë këmbë nga dashuria që shfaqet Nën Tereza. Po, e vërtet. Po dhe Migjeni shumë i madh, shumë i madh. Mos po di ke korridorët e zemrave. Migjeni është pavarësisht se këtu e kanë kanalizuar, po tash nuk do të bëj kritikun, e kanë analizuar vetëm një pjesë, po Migjeni shumë i madh edhe në mënyrën e këndvështrimit. Ka edhe kjo vështrim tjetër që janë munduar të ta fshehin, pa tash Ndoshta sepse jeta jonë ato kanë ndodhur, ato është pak migjeniane. Pak, unë do thoya shumë migjeniane. Migjeni ka folur për varfërinë, ka folur për mjerimin, flet për atë zonjën, po themi, që dikush e trahtoi që gjithë tjetër ndodhi lekë dhe dikush trahtoi për një lekë. Pra, Migjeni një vuajtjen, Migjeni një vuajtjen shumë mirë, një hyn deri në embrion gjërave, dhe prandaj është i veçantë. Unë gjeta këtë poezi në korridorët e zemrave. Migjeni është kafshatës, ka përdijet, është vllai i rinj. Si nuk kam një gusht të fort, mali që zbzan t'i bije. Atëherë 57. Kjo ishte poezia që ty të pëlqen dhe të ka lënë në ves. Atëherë, në korridorët e zemrës është dhe poezia që për ty do të jetë veçantë, sepse ke dhënë edhe titullin librit në korridorët e zemrës. Në korridorët e zemrave flen ca hapa që asnjëherë nuk rendën atje ku ndërronin. Në korridorët e zemrave vërtitet heshtja. Flet me vete,
por asnjëherë nuk foli me të tjerët. Në korridoret e zemrave ka veç zbrazti, dyert dhe dritaret janë mbyllur. Askush stroket për çudi dhe portieri të sjell letra ka harruar. Në korridoret e zemrave bën ftohtë, bien qira që s'kan të pushuar. Në korridoret e zemrave vesh një pasqyrë, pret të shoh dikë, thjesht sa për ta përqafuar. Në korridoret e zemrave bën ftohtë. Shumë e bukur. E bukur sepse jemi kallkanos gjithë nga pak shumë në shpirt. Në zvoglur shpirti. Sepse them korridori i zemrës është pasqyrë që shpesh nuk shohim dot vetën, jo të shohim të tjerë. Kemi Kam pas edhe një poezi që ndodhet më s'ka bëjë libri i dytë, them pasqyrat, shpesh i shmangën në vështirësi i pasqyrë. Nga Afrika më shoh në një film, nga Afrika se rrodhet me shfaqjen, se unë kam frikë plake. Kam frikë për të një pasqyrë, sa atë mund të të tërsohen. Pasqyra them thonë të të vërtetën. Sa keq, ne nuk e njohim aq mirë vetveten. Nuk e njohim, ose s'duam. Një njeri madh ka thënë, ne jemi tre njerëz brenda një njeriu. Ajo që të tjerët mendojnë se ne jemi, ata që ne mendojnë se jemi, dhe ata që ne jemi në të vërtetë. Pra, është shumë domethënë se është. Është shumë domethënë se kjo. Gjithsesi unë nuk e di, ke ndonjë gjë tjetër për të shtuar? Jo, për momentin se t'ju falenderoj për falendrimet për mundësinë që më dha për këtë, sepse që është shpesh është e vështirë të qash. Jo të qash, po. Qash barrikada. Gjëja më e bukur shpesh është kur bisedon për poezi. Kur flet për poezi me miq, me shok, ndjej vetëm ndryshe. Po shpesh që kam thënë ti je pa dukshëm, në një qytet kaq të vogël, është e dukshëm. Është e dhimbshme, nuk jemi pa dukshëm. Na bëjmë të tjerët që kujtojmë ne me vete jemi pa dukshëm, për ata na shohin, por thash, mundon na bëjnë sikur ne jemi inexistent, dhe ata na shohin nga lart poshtë. Por në fund fundit secili ka dëshirë, ka prirje, ka ato që ka brenda zemrës, pra ka fjalët brenda zemrës, ka ato që mban fshehura për t'i nxjerrë. Fundit kjo është jeta për nxjerrë ato, nxjerrë nga fundi i shpirtit ato që ne mbajmë brenda. Pastaj se si na shohin të tjerët, pak rëndësi ka. Më kujtove, unë jam fansi, më kujtove diçka të bukur, jam fansi i Borges, Luis Borges, pra një nga më të mëdhenjt e poezisë, është latine, është nga Amerika Latine, dhe në librin e parë duhet dalë, pra s'ka rëndësi, do përmend dy, se më kujtuan gjatë bisedës. Ja tani më kujtua edhe një tjetër, po përmend Borgesin me qenisën e tij. Libri i parë ishte Afshi i Buenos Airesit, dhe si më thënë, botuesi i kishte marrë përsipër, e merr në telefon mes disa kohësh dhe i thot, Jorge, jam i mërzitur, thot, jam shumë i mërzitur, sepse librin tënd deri tani e kam blerë, thot, vetëm 110 vetë. Dhe përgjigja e Borgesit ishte, unë jam shumë i kënaqur që më kanë lexuar 110 vetë, që më kanë kuptuar 110 vetë. Kurse Thomas Mann thoshte që unë do vazhdoj të shkruaj sikur më lexoj edhe vetëm një njeri. Dhe kjo është, si më thënë, një shtys, një mbështetje për ty personalisht dhe ti i dashur e tanë, pavarësisht se ti kujton se je i padukshëm, nuk je i padukshëm, dhe ata që të bëjnë ty të mendosh që je i padukshëm ose bëjnë ata sikur nuk të shohin, ti vazhdo linjën tënde, vazhdo shkruaj poezi
ke njerëzit që të lexojnë, ke njerëzit që duan, njerëzit që mbështesin dhe që e presterojnë krijimtarinë tënde. Kjo është e rëndësishme. Pjesa tjetër pastaj kjo botë ka vend për të gjithë, ka oksigjen për të gjithë, jo vetëm për poetët, por edhe për të gjithë tjerët. Ne nuk e ndryshojmë dot botën. Ne mundohemi të ndryshojmë shpirtrat tanë dhe atyre që na lexojnë, ose që duan na lexojnë. Mirë, unë falenderoj që ishe në studio, nëse mund të thuhet studio kjo libreria ime. Është kënaqësi që ndam këto 5 mendime bashkë dhe shpresoj që të kem përsëri, edhe po them edhe me biseda, thjesht një bisedë letrare jo vetëm për një libër, po edhe për një poezi të veçantë ose për një dukuri ose për diçka që ne mund ta diskutojmë. Fundit jemi këtu për të kontribuar sadopak për këtë qytet, për t'i dhënë artit të qytetit ato pak, po themi, ngjyrat që ne kemi brenda, sigur edhe një tull të vëmë, po e bëj kështu si metaforë, por një tull të vëmë në artin e këtij qyteti, ne jemi mirë dhe ti personalisht e ke vënë tullën tënde, duan apo s'duan tjerë, ta shohin ose të bëjnë sigur mos ta shohin. Ti je aty, je autor i 4 librave, je dhe autor, po themi, aktiv në rrjetet sociale, ku ndiqesh me shumë kënaqësi. Falenderoj edhe një herë dhe kënaqësi që të pata këtu. Të nderuar shikues, kjo ishte biseda e sotshme me Artan Ballgjini për librat e tij dhe shpresoj që ta kemi përsëri këtu në emisione të tjera. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim. Thank you.